Hoxhë, a është e vërtetë që natën e kadrit, domethënë caktohen gjërat për vitin e ardhshëm, se çfarë do të ndodhet tek do ndodhet? Po. Zotën, nata e kadrit ka dy kuptime. Prej kuptimeve që i dim. E para, fjala kadr, do më thonë vlerë, do më thonë pesh. Zoti i madh thotë se në natën e kadrit, Zoti i regjistron caktimet për njeriu brenda vitit. Në natën e kadrit, Zoti cakton caktimet në detaje për njeriu në fjalë brenda vitit deri në natën e kadrit të ardhshëm nëse ai do të jetojë. Madje këtu hin edhe vdekja. Tash këtu do të ndalem një sqarim për ta kuptuar. Atëherë pse lutemi ne? Nëse Zoti i ka caktuar dhe e ka përfunduar këtë proces. Atëherë pse lutem unë? Atëherë pse lodhem? Pse unë mundohem të takohem me natën e kadrit? Pyetje që çdo kush ka drejt me parashut logjika është. Jo, këtë pyetje, domethënë, nuk duhet të turprohemi ta parashtrojmë këtë pyetje. Sepse na jemi vetëm atë qenje që jetojmë me arsye. Na e dim se kemi ardhur këtu. Ne duhet ta dim se jetojmë. Ne dim se ushqehemi, ne dim se shkollohemi. Një njeri i cili gjitha këto proceset i kryen dhe duke mos e ditë, atëherë nuk është njeri edhe pse është në formatin e tij njerëzor. Kështu që edhe për natën e kadrit, në momentin që neve na vjen informata se në natën e kadrit zbret caktimi i Zotit një vjeçar, atëherë ne duhet të pyesim, po atëherë pse unë i lutem Zotit? Është interesant se pejgamberi sa na urdhëron që të takohemi me natën e kadrit. Pejgamberi sa me jetën e tij praktike ishte ai i cili në natën e kadrit i luteshte Zotit të Madh. Nata e kadrit është natë për t'i tregu njeriut, se njeriu është me vlerë sa nata e kadrit, ose më shumë se nata e kadrit. Dhe për t'i tregu njeriut se kadri, caktimi i Zotit, është në dorën e njeriut. Me një farë mënyre, sikurse Zoti caktimin e kalon në dorën tonë. Dhe po na thot, bujrum, urdhno, kërko prej Zotit. Atë që e kërkon, unë do ta regjistroj. E ki parasysh. Po ju lutë Zotit, për t'jesh i mirë, kesh sukses, t'i realizosh ato qëllimet e tuja fisnike në jetën tënde, Zoti po thot, unë në natën e kadrit do ta caktoj. Pastaj, pse i lutemi në Zotit nëse Zoti e ka caktuar çdo gjë? Lutja jonë është ajo që e cakton caktimin e Zotit për neve. Shumë e qartë. E ki parasysh. Kështu që të mos dyshojmë. Andaj është shumë e rëndësishme, duke ditë se në natën e kadrit zbret regjisti një vjeçar i caktimit tonë në detaje deri në kadrin e ardhshëm, e kemi mundësinë, sikurse Zoti po thot, ta kam dhënë lapsin. Shkruaje vetë. Dhe ta kam dhënë regjistrin. Bujrum, regjistroje, caktoje ardhmërinë tënde. Shkruaje vetë, unë vetëm e vulosi. Kjo është kuptimi i drejtë i caktimit të Zotit.